Si është atmosfera atje pa kohë para se të fillojë ndeshja? Përshëndetje Gzimi për gjithë teleshikuesit të Radio Televizionit Kosovës, atmosfera është e jashtëzakonshme. Nuk do të jenë vetëm 800 dardana ata të cilët kanë rezervuar dhe biletat e tyre para pjesën që i takon tifozëve mysafir, por kam përshtypjen që do të jenë shumë plushëm më shumë sonte në Stolpica Arena. Gjithçka vajte për të filluar këtë përballje. Kosova takohet me Sloveninë që kërkon së paku një parasit që do të asiguronte vendin e dytë në grup edhe automatikisht play-offin për kjo cikël eliminator për cikëlin e botës që vitin ashëm do të bëjë SBA dhe Kanada dhe Meksiko. Kosova ka luajtur para 0-0 me Sloveninë në patin fofrin në ndeshjen e parë, por që nga sfata kundërshtypës startën me zarë Kosova që nuk ka pësuar humbje, por nuk ka pësuar as gol mundi dy herë që din, ishte me Sloveninë duhet i barës 0-0 në patin fofrin. Sonte sigurisht ata futbollistë që do të paraqiten që nga minuta e parë, do të ndodhë të tregojnë më të rëndësishme me këtë përballje dhe nga parasysh që Kosova do të e kompletuar sa i përket futbollistëve, do të kthehen nga lëndimet Amir Ramani, kapiteni kombëtarës së bashku me Dubar Baronin, ka është në mesfush e rikthehej Elvis Rishbeqaj, që mundoi Kosovës të shkak të detimit, kurse Aron Buric si vjetë nuk do të paraqitet sot të shkak të suspendimit në kapon. Gjithçka gati të gjithë futbollistët janë në formë të mirë dhe natyrisht e gëzojnë në vetë shëndet të mirë, por shpresoj që sonte na gëzojnë me fitore. Duhet të fiksuar ashtu që është edhe një numër shumë i madh i udhëheq gazetazhin nga Kosova të cilët kanë jetuar në Ljubljana për të apërcyer të ndeshjen nga vendi i gjallë, duke marrë parasysh edhe rëndësinë e lojës që ka kjo për futbollin e Kosovës. Edmond, falenderoj për këto informacione dhe suksese kombëtarës tonë.